Dalja e lumit Seman nga shtrati ka shkaktuar dëme të mëdha në fshatin As Turkas në njësinë administrative Libofsh. Uji ka përmbytur banesat, toka bujqësore dhe orëndi shtëpiake. Dëmet më të mëdha janë regjistruar në blegtorinë e zonës. Rezervat ushqimore për bagtit janë lagur dhe janë bërë të papërdorshme, duke rrezikuar jetesën e qindra krerëve. Nuk kemi ushqim për bagtit, në këto kushte nuk e përballojmë dot dimrin, shprehen banorët. Ata kërkojnë ndërhyrje urgjente nga institucionet për sigurimin e bazës ushqimore dhe kompensimin e dëmeve. Shumë dëme, në vijat përgjithshme e gjithë këta ndijo përmbysti. Baza ushqimore, rrobat si shikoni kemi nxjerrë të lartë, i shefi vetë. Edhe dëmet, qa pati depo brenda u ishtë falementuar e tëra. Dëmën delet jo, po në ushqim po. Në ushqimi ta, ja, ati të vishë katastrofa të jo shkalbe gjithë ka përmytur. Këtu në pata depo, këtu 50 kutal misër, këtu e mori ujtë, iku të. 500 bala janë që i pata ati, i verifikojmë, janë në ujë, komplet. Baza ushqimore Mori fund. Baktitin zorë mu ujtë mu këtu. Blegtorët apelojnë për ndihmë nga banorët e zonës, si edhe nga instancat qeveritare që të sigurojnë bazë ushqimore pasi rrezikohet jeta e bagtive për të përballuar stinën e ftohtë të dimrit. Kam 400 dele. S'kam mallin e shpëtova. S'kam bazë ushqimore. Fare, jam mëshirë të Zotit. I lutem shtetit atë të më ndihmojnë që të nxirr delet nga dimri. Bagtit, ja, kam më prum pak misër, pak ndihmë të fshatin, kush 5 balla, kush 2 balla, kush. Ndërkohë, Komisioni i Vlerësimit ka nisur evidentimin e dëmeve, por ende nuk ka një afat të qartë për ndihmën financiare.